Çdo e hën është jashtëzakonisht e bukur sepse me ne është Meri Gjini. Mirëmëngjes. Një ditë ja sinkronizim me ngjyrën ju sot për të rastësi. Rastësi edhe përgjigja. Jam të mbarë. E hën dhe kjo ja duket e mbarë. E nisim me një hënë të re nga mbron para ndërimit të ditës, domethënë para natës, mes natës, si thonë. Është një hënë e re disi hënë e re të demat dhe e bëri në hyrje të drejt për drejt me diellin në fakt. Në vetvete shënon një periudhë në të cilën fillimet e reja, siç e kemi thënë, çdo hënë e re favorizon fillimet e reja. Fillimet e reja që përkasin tematikave që lidhen disi ose kanë atë pjesën e natyrës së demave që lidhen. E para gjëja kryesore në këtë periudhë janë çështjet që përkasin shtëpisë, çatisë, trupit, individit, ekonomisë, lëvizjeve të mëdhaja, lëvizjeve botërore po flas, lëvizjeve që do të kemi në zhurmave që do të kemi në përgjithësi nga e gjithë bota, por njëkohësisht edhe lëvizjeve politike brenda vendit tonë. Pra, teorikisht ka vendosje të rëndësishme ose indicie të rëndësishme për vendosje të tematikave në të cilat ne jemi të interesuar. Nga ana tjetër pastaj do një formë kujdesi si fillime, në çfarë lloj fillimi të ri për arsye dhe të hyrjes së Marsit në jo fort pozitive ose jo shumë favorizuesme këtën, duke qenë që është në lëvizje katërkëndore me të. Dhe lëvizjet katërkëndore, nuk di se çka më sot që më pikë mëngjesi që më ngec gjua. Kuptohet mëngjes është herët. Po jo, nuk është prap, nuk është as Hëna dhe Marsi më duket. Jo, është gjetja e formës për t'i thënë gjërat pa u keq kuptuar dhe po përpiqem shumë që të mos them gjërat që kanë konotacion negativ dhe kjo më bën që ta përtyp se kur janë pozitive shumë mua më rrjedh goja vet, po kur duhet të thënë pa kujdes këtu, kujdes aty ngec. Pra duhet të gjej fjalën e duhur, duhet ta them me kujdes. Por që gjithsesi, ajo që është e rëndësishme është që fillimet që i përkasin lëvizjeve bankare, fillimet që i përkasin çështjeve të shtëpisë, çështjeve që i përkasin trupit në fakt, sidomos të lindurit në ditët e fundit të çdo shenje, do të duhet të dalin prioritet, sidomos për ata që mund kanë pasur problematika në këtë 2 vjeçar për t'i zgjidhur dhe për t'i lënë pas, sepse kemi edhe kjo hënë, ky cikël hënor, në fakt pavarësisht se ndikimin si hënë e re do ta ndjejmë në 12 ditën e parë, por zgjat pak më gjatë sepse do të mund të merremi me çështjet e fizikut për 28 ditë, saç është cikli hënor. Kështu që duke qenë që shoqërohet edhe me daljen e Saturnit në fund të ciklit 28 ditor, pra i bie fiks kokë më kokë në mbarim të këtij cikli, i kemi të gjitha mundësitë që njerëzit që kanë pasur problematika dhe nuk është se kanë qenë të pakët në lidhje me fizikun t'i lënë pas. Por çështjet e bankave është do dëgjojnë diskutime gjithandej të cilat do i nxjerrin prioritet pjesën e ekonomisë në mbar botën. Por është mirë gjithsecili në atë agjendën e vet, nëse i duhet të bëj negociata, diskutime apo vendimarrje në lidhje me kredit apo në përgjithësi me raportin me bankën, është mirë që të vendoset në agjendë që në mëngjesin e ditës së sotme. Gjithashtu edhe çështje që i përkasin në përgjithësi shtëpisë. Pra, për një pjesë të mirë është një periudhë e cila do të ishte shumë e mirë për të rregulluar. Si çështje shkresash, letrash, zyrtarizimesh, kopsitjesh, rregullimesh, korrigjimesh, ndërimesh, pra në përgjithësi çka ka të bëjë me shtëpinë, është një moment i jashtëzakonisht shumë i mirë. Nga ana tjetër, pastaj duke qenë që kjo hënë e re bën këtë hyrjen e mirë dhe pozitive me Venusin mbi Saturn, nuk është do të mungojnë emocionet, nuk është do të mungojë erosi, por edhe në vendin tonë do të jetë një hënë e zhurmshme, po dhe normale është duke qenë që fushata do të jetë në arrim maksimumin e vet, por është një hënë gjithashtu që imponon kujdes në reagime. Nuk është më në ato grade që ishte deri të shtunën, ku ishte një katërkëndësh i plot të Marsit, në një vendosje e plotë drejt për drejt e Marsit me Plutonin, pra ka dalë Marsi një gradë e disa minuta në këto momente që flasim, por përsëri do pa kujdes, si në rrugë, si në shpejtësi, si në përplasje apo në diskutime që nuk janë në tonacionet kontrolluara. Pra, kujdesin për të mos të nxituar në as në fjalë, as në veprime dhe as në lëvizje, do të duhet të jetë prezent pavarësisht se hëna e re zakonisht
si do që tjetë, sa do i vështirë tjetë prapë nëzit fillimin, pra nëzit vazhdimësin, pra nuk ka ato përplasit e forta që kishte që arriti maksimumi ditën e shtunë. Konkretisht shpërshënjën e Dashit. Kjo hënere ka të bëj me vendosje shumë të rëndësishme brënda vetes së tyre. Mund t'jen emocionale, mund t'jen në drejtim dashurisë, mund t'jen edhe në diskutime rreth projektimit për zgjerimin e tyre profesional, ose në shërbim të profesionit. Por që gjithsesi, pavarësisht vendosjes së hënës me Marsin, për Dashin është një hënë favorizuese, si në veprim, ashtu sikurse dhe në ecurinë e vet. Vim tek demat, të cilët e kanë hënën tek vetja, një pjesë e mirë e tyre e ka bërë ndryshimet dhe do të kërkoj me këtë hëndëre të tregoj stabilitet apo të tregoj vlerat reale apo ftësinë reale në çështje të profesionit. Nuk ka nxitim, do të duhet të kujdesen për veten e vet, sidomos për të lindurit në 10 ditin e tretë, duke qenë që të tretë për sa i përket Saturnit. Pra që do të thotë do të duhet të jenë të kujdesshëm në lëvizjet e tyre dhe do të duhet që të jenë të kujdesshëm edhe me fizikun e tyre, pak ditë, vetëm ditët e para në fakt, se sa më shumë i afrohemi mesit të javës, aq më të lehtësuar do të jenë. Nuk janë keq me emocionet, edhe pse me dashurinë, edhe pse tolerancat vazhdojnë të kenë pak të vogla. Pra nervozizmi mund të zgjohet lehtësisht, pak t'i gricësh dhe duket sikur e kupton që nuk janë shumë tolerant për shkak të lodhjes ndoshta të mbartur, po edhe të paqëndrueshmërisë së rrjedhës së të përditshme së tyre për një kohë shumë më të gjatë se sa ky cikël hënor apo cikli hënor që mbyllën. Pra, kanë pasur një periudhë të stërgjatur me ato ndryshime sipër si teori, që nuk është fort komode për natyrën e demave. Vim te binjakët. Është një hënë e cila do të ndihmojë shumë për të mbyllur çështje. Çështje që përkasin shëndetit, çështje që përkasin ekonomisë, çështje që përkasin borxheve. Pra në përgjithësi çfarë duhet të heqin nga vetja, ky 12 ditësh i favorizon shumë për t'i hequr nga vetja dhe për t'i mbyllur ato. Sidomos është shumë e rëndësishme për të lindurit në 10 ditën e tretë për të mbyllur çështje apo për të qartësuar në lidhje me çështje serioze me shëndetin për ata që kanë pasur, pra që i kanë prej kohësh, i ka zbuluar që nga 2024, pra jo të tanishmet. Ndërsa për sa i përket Erosit dhe Venusit me Saturnin tek Peshqit, edhe kjo do të ndikojë tek të lindurit në fund, pothuajse në 5 ditën e fundit, është jo fort komode, por ajo që është e sigurt është që në fund të 12 ditësh stabiliteti emocional do të jetë shije pothuajse për të gjithë të lindurit në shenjën e binjakëve, pavarësisht ditës së lidhjes së tyre apo vendosjes së diellit të tyre. Gaforia. Kalojmë te Gaforia, duket sikur këtë energji të hënës së re do ta kanalizojnë në çështje që përkasin profesionin. Dhe duket sikur edhe dëshira apo dhe pasioni i tyre ka një tendencë që të kanalizohet në çështje praktike, në çështje pune, në mënyrë se si do të bashkëveprojnë me njerëzit në territorin ku e gjejnë veten gjatë orëve të punës ose gjatë ditës, sepse nuk është se janë plot me ngjyra, por edhe Venusi tek Peshqit është favorizues të paktën deri nga data 2 maj që të kalojë tek Dashi, por kanë nevojë si për të marrë shkëlqim apo vëmendje apo vlerësim në ambientet e punës, kështu që do të vendosin maksimumin e mundshëm të pasionit dhe të talentit në çfarëdo lloj natyre pune me të cilën merren. Gjithsesi, nevoja për të kujdesur her pas here për veten e vet, duket sikur do të duhet që të kujtohet dhe ta vendosin agent për 12 ditën e parë. Pra her pas here do të duhet të gjejnë kohë edhe për vete. Pra 1 orë në 24 orë për të qenë me veten e vet dhe për të monologuar me veten e vet nuk do ishte keq në fakt. Kalojmë tek Luanët, të cilët duket sikur edhe për Luanët, kjo hënëre nxitë çështje që përkasin profesionin. Në hyrje 4 këndore në fakt që do të thotë nuk është se do të mungoj ndoshta nervozizmi, ndoshta dhe pak fërkim në varësi të se sa njerëz apo se sa i gjerë është ambienti tyre profesional, por që gjithsesi duke qenë që është në hyrje 4 këndore me Marsin që ndodhet tek ata, duket sikur kjo toleranca apo duan shumë pak për të nervozuar, është një tendencë shumë e fortë. Do të bënin mirë që ta menaxhonin se ky Mars do të qëndrojë gjatë tek ata. Pra që do të thotë, do të kenë kohë mjaftueshëm për të korrigjuar, për të rregulluar, për të kopsitur çështjet profesionit apo për të zhvilluar çështjet të punës, gjë që do të jetë edhe tematika qendrore, pothuajse deri nga
më shumë se mesi i qershorit, kështu që kanë kohë përpara për të rregulluar çështjet e punës dhe ta marrin shtruar. Nga ana tjetër, pastaj kjo bën të mundur në vendosjen që është që çfarë kanë, atë shqetësim që kanë në kokën e vet, sepse është në kulmin e horoskopit të tyre, duket sikur kanë të gjitha mundësitë që të qartësohen, të qetësohen apo dhe të zgjidhen në lehtësi shumë të madhe nga çfarë mendojnë për momentin. Të çfarë do lloj natyre shqetësimi në të cilën kanë në kokën e vet. Në kulmin e horoskopit kjo zgjidh çështje të rëndësishme për luanët, jo detyrimisht duke e sforcuar ata veten. Pra thjesht shoqërohet me një ecuri e cila sjell përmirësim derisa të sjellë zgjidhje. Kalojmë tek Virgjëresha. Venus Saturn ball për ball. Kjo hënere te demat favorizuese mjaftueshëm për të dhënë stabilitet, qëndrueshmëri dhe qartësim. Shënon fillimin e një periudhe të paktën për stinën e verës, do të jenë shumë të qëndrueshëm, shumë mirë dhe do të jenë gati që të presin marsin e tyre nga fundi i qershorit me qëllim që të kenë atë sprindin e periudhës të kohës. Pra do të rezultojë shumë e mirë në kopsitje, qartësim, organizim apo stabilitet në çështje të profesionit. Nga ana tjetër, është një hënë e cila ndihmon shumë edhe çështje që përkasin familjes ose prindërve të tyre, apo familjarëve të moshave të rritur, në kuptimin e mirë të fjalës, pra sjell një lloj qetësie dhe stabiliteti, jo me ato pasiguritë dhe ankthjet që kanë kaluar deri në fundin e javës. Ndërsa për sa i përket Erosit, ndoshta është një lojë që për momenti, duke qenë që bëhet lehtësisht më serioze se ç'duhet, ndoshta nuk është akoma momenti për t'ju futur një loje serioze, të paktën pa u stabilizuar, duke qenë që Erosi në këtë periudhë merret shumë seriozisht. Dhe ashtu duhet marrë gjithmonë në fakt, por veprimet dhe ngjarjet që ndodhin në këtë periudhë duket sikur është si kontratë, si ujdi, pra do t'i rezistonin kohës më gjatë, pavarësisht se sa gati apo se sa të qartë janë. Kështu që t'i japin kohë vetes për vendime për sa i përket jetës së tyre emocionale dhe gjithmonë flas për të rinjt apo për ata që janë në kërkim të Erosit apo në raporte të reja. Kalojmë tek Peshorja, të cilët po të flasim për çështje të kjo hënere ndikon për ata që kanë çështje zyrash, për ata që kanë çështje shkresash, për ata që kanë çështje trashëgimis, për dokumenta në lidhje me punën, për dokumenta në lidhje me këmbimet apo lëvizjet në përgjithësi, por është një hënë që qartëson dhe siguron në përgjithësi status quo apo pozicionin apo vendodhjen e vet. Kështu që ka të bëjmë me çështje të rëndësishme për ata që kanë qenë në tranzit, në lëvizje apo edhe që presin dokumenta. Ndërsa për pjesën tjetër, duket sikur puna jep atë stabilitetin e vet apo qëndrueshmërinë e vet, edhe pse me pritshmëri të mëdha, por jo momenti tani, por pak më vonë do të flasim për këtë. Do të flasim ditën e njëjtë, në të cilën kemi dhe muajin. Muaj. Mamore ekskluzive. Po që lloj fiksi kësaj jave, Sa momenti çmuar është ai, të lutem te Peshorja, ndërsa për sa i përket Venusit mbi Saturnin do të duhet të presin edhe pak ditë. Nga data 2 e maj dhe në vazhdimsi mund të shpalosin pasionet dhe ngjyrat që ata dëshirojnë. Kështu që edhe këtë pak ditë që ka ngelur do të duhet të jenë tolerant në raportet në familje, në çift, në shtëpi, po flas për çiftet që i ka rezistuar kohës, ndërsa të tjerët lojën e kanë në fushën e tyre. Kalojmë tek Akrepat, të cilët hëna e re ball për ball, e sigurt është që një pjesë e mirë e tyre ose do të gjejnë veten në ambiente që sjellin mundësinë e një bashkëpunimi të ri, apo ambiente të reja, apo konkurrent të ri, pra ka një tendencë për të marrë me njerëzit në të cilën kanë apo gjejnë në territoret e punës së tyre. Po për mirë, është një hënë favorizuese në fakt, që do t'i japë mundësinë që të tregojnë maksimumin e potencialit apo të aftësive të tyre profesionale. Në fillim si me tendencë për të treguar kush jam dhe mirë do bëjnë në fakt, sepse është momenti që të shpalosin ashtu sikurse dhe Gaforia talentet maksimale dhe aftësinë maksimale në territorin e punës së tyre. Nga ana tjetër, pastaj duke qenë që dhe Venusi është në hyrje të fortë pozitive në lidhje me Akrepat, këto lloj fillimesh, këto lloj zhvillimesh që do të ketë karriera e tyre dhe puna e tyre në këtë periudhë e kanë të gjithë mundësinë të jenë rezistent ndaj kohës. Pra të jenë dhe nesër, dhe pas nesër, dhe shumë më gjatë se sa kaq në brendësi të kohës. Ndërsa për sa i përket kujdesit, shumë pak kujdes
për fëmijët apo për adoleshentët në fakt apo të rinjt që kanë në familje me shpejtësinë, me makinat, pra të jenë këshillues pak ose të jenë prezent pak më shpesh ose më shumë. Pra të shpenzojnë pak më shumë kohë duke treguar rëndësinë e kujdesit që do të duhet të tregojnë për 2-3 ditë e para të javës në fakt. Kalojmë tek shigjetarët, të cilët jo fort komod, as hëna e re, po as Venusi dhe Saturni, që do të thotë shpresoj që të jenë të qartë se çfarë kërkojnë, të paktën në lidhje me pjesën emocionale dhe në pjesën e dashurisë dhe të jenë të qartë edhe në lëvizje që përkasin punës së tyre, stabilitetit profesional të tyre. E gjenë veten të dyzuar me të dy akrat të gricur apo jo shumë stabil, dhe ajo që është e sigurt që në fund të 12 ditorit të parë të ciklit të këtij cikli hënor, duket sikur që të dyja drejtimet, si dashuria, ashtu dhe edhe evolimin në profesion, duket sikur do t'japin një shije të mirë, por do të duhet të menaxhojnë mirë emocionet momentale, sepse zakonisht në momentet kur nuk janë mirë me çështjet praktike të tyre, ndoshta ka një lloj paqëndrueshmërie emocionale, e cila këtë javë në fillimet e saj sidomos do të duhet të kontrollohet, pra të mos lejojnë mërzitje të vogla ose ato humorin jo stabil të tyre të trazojë çështje të rëndësishme, siç i përket familjes, dashurisë, por edhe punës. Kalojmë tek bricjapët, një javë e mirë, një hënë e mirë, shumë favorizuese për shumë drejtime, por sidomos e para për çështje që përkasin dashurisë dhe e dyta çështje që përkasin ekonomisë. Të dyja këto drejtime do të kenë zhvillime pozitive dhe ndoshta jo kaq të planifikuara. Pra, është ose të fatit ose i kanë vendosur në agjendë, por duket sikur ndjesia e fatit është ajo që do të buzëqeshim në territorin e tyre nga njerëz që i duan fort apo që u qëndrojnë shumë afër bricjapëve. Pra bricjapi ndoshta është për mua më i favorizuari për të patur atë shijen e mirë të një hëne të re të demave që duhet të shoqërohet me siguri, mirëqenie dhe atë cilësinë fine të përditshmes. Kalojmë tek ujorët, të cilët do të duhet në këtë periudhë të jenë shumë të kujdesshëm me çështje që përkasin erosit dhe dashurisë, duke qenë që janë realisht përballë kanë Marsin dhe në katërkëndësh me veten e vet kanë hënën e re. Që do të thotë raportet brenda familjes do të duhet të jenë prioritet në kujdesin dhe në vëmendjen e tyre. Ndërsa atje ku do të kenë zhvillime janë çështje që përkasin profesionit të tyre dhe produktit të profesionit, pra, ose të rrogës, ose të rritjes të ardhrave, ose të përmirësimit të cilësisë së lekut të tyre, pra ka një lloj rritje në produktin e punës së vet, dhe është shumë pozitive, ndërsa nga ana tjetër kanë edhe mundësira shumë të mira për të marrë me veten dhe për të parë në pasqyrën e tyre më të bukurën e vetvetes. Pra, mund të merren edhe me trupin, me kilet, me cilësinë, në përgjithësi me të bukurën. Edhe kjo favorizohet shumë në këtë 12 ditësh. Kalojmë tek peshqit. Teorikisht edhe për peshqit kjo hënë e re duhet të ishte favorizuese shumë dhe ndihmuese shumë. Dhe praktikisht do të ketë një rutinë e cila i jep mundësinë disi ngjyrave sociale, atë shkëputje nga rutina, shkëputje nga e përditshmja, pra do të kenë peshqit mundësinë që të kenë ngjyra verore, do të thosha, në mënyrën se si do të rrjedhi 24 orësh i tyre. Por atje ku do të duhet të jenë të kujdesshëm është me pjesën e entuziazmit në lidhje me lekun. Në lidhje me lekun do të duhet të jenë të kujdesshëm në menaxhimin e tyre. Dhe po, është një periudhë shumë e mirë, një 12 ditë shumë e mirë për peshqit që kanë nevojë për të diskutuar çështje në lidhje me kredit dhe bankat. Pra, nëse kanë dhe shohin si zgjidhje këtë drejtim, do të ishte mirë të vendoset në agjendë që në ditën e sotme pak shumë pak të kujdesshëm në raportet familjare vetëm të lindurit në ditët e para të shenjës, pra në raportet në çift, ndërsa të tjerët kanë tendencën për të marrë vendime të mira dhe rezistente ndaj kohës në çështje që përkasin emocionit dhe nisjes së një jete familjare. Pra për ata që duan të martojnë, duan të fejohen, që duan të kenë zgjerim familjar, pra është një periudhë e mirë për peshqit që kanë dëshira të tilla. Vazhdojmë të jemi të kujdesshëm, larg dhunës, larg reagimeve të dhunshme dhe shpresojmë gjithsecili të ketë mundësi të punojë, të menaxhojë tolerancat dhe të ketë mundësi që të jetë sa më i qetë ose
të vendosi vete në vit të parë. Pra, nëse do vetën mjaftueshëm, do t'ishte mirë të qëndrojmë larg përplasjeve. Meri, faleminderit shumë. Edhe sot për gjithçka na the, urojmë ditë shumë të mbar. Javë të bukur, javë plot dashuri. Edhe do shihemi bashkë ditën e njëjtë. Ditën e njëjtë, rikujtes kjo sepse merri na voti ekskluzive të njëjtën vërtet nuk do mund t'i përgjigjim pyetjeve në platformën që ne marr, në platformën YouTube aty ku ne edhe mbledhim pyetjet tuaja, por do bëjmë parashikimin për gjithë muajin maj, apo jo, megjithëse korrespondon me ditën 1 maj. Por ju mos hezitoni, komentoni sepse të njëjtën pas 1 majit do kemi mundësi të përgjigjemi pyetjeve tuaja dhe patjetër do vijojmë me të njëjtën formulë. Domosdoshmëri kjo. Mirë, shkëputemi. Bëmi gati për quizin. Bëni gati për quizin.